Përgatitje për votim, votojmë tash. Vendimi që e marrën është e një rëndësie gati sa shpallja e pavarësisë. Andaj deputetëve po ju duhet goxha kohë që me duat rrokitje të japin fund votimit për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Të gjithë 107 të zgjedhurit e popullit që erdhën në këtë seancë me unanimitet i miratuan ligjet që japin kësi kompetence forcës së sigurisë së Kosovës. Seanca nisi me protokoll si e zakonshme, me atmosferë ishte solemne dhe me emocion. Në krye të vendit ka hana e deputetëve, zum vend presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj e komandanti forcave të sigurisë generali Rahman Rama. 107 deputetë kanë votuar, 106. E pas se cilit projekt ligj ku një deputete për shkaqe teknike votonte me dorë, të gjithë ligjvanësit ngriteshin në këmbë për aplaudim. Kjo seancë i tha po projekt ligjit për mandatin e ri ushtarak të FSK-s, themelimin e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe atij për shërbimin në ushtrinë e Kosovës që do t'i ketë 5.000 pjesëtar aktiv e 3.000 të tjerë rezervë. Prezantimi i pakos si rahi se kryetarit të Komisionit për mbikëqyrjen e punës së FSK-s, Haxhi Shalja. Kur doli nga salla, deputeti që dikur ishte e prori ushtrisë qeverimtare të Kosovës i njohur me Novkën Topi, pranon se ky vendim është kulmi i karrierës politike. Nga sot jam i gatshëm t'jap edhe dorëheqje nga deputeti nëse kërkohet. Misioni jem përfundon me bërmjen e ushtrisë së Kosovës. Ky ka qenë qëllimi jem, ky ka qenë misioni jem. Dorëheqje jo për marrjen e një titulli të ri atë të ministrit të mbrojtjes pas votimit të projekt ligjit, po e do një ish komandant tjetër i UÇK-s që tashmë mban postin e ministrit të FSK-s. Realisht votimi që nga sot ishdash t'jem minister i mbrojtjes, po unë do t'jem prej momentit kur t'hyjnë në fuqi ligjet cilat u miratun. Rustem Berisha thot se ushtria e Kosovës që e kompletuar do t'jetë për afërsisht për 10 vjet, do t'i shërbej paqes në rajone më gjerë. Ne do të vazhdojmë që t'jem partner edhe të bashkëpunojmë me gjithë partnerët tonë strategjik edhe me NATO-n, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë e veshur në uniformë ushtarake në parlament të shfaq deputetja Ganimet Musliu. Dhe sot në mënyrë simbolike me që u votu ushtria deshta se sot ta kemi këtë uniformë dhe mendoj që misioni ynë është përmbushur me këtë mandat, uroj që kemi vetëm suksese dhe kemi për çka të urojmë. Të premten në kuvent sikur u harrua lufta ashpër politike, këtu opozita në total e dha votën e saj. Kjo është një fitore jo vetëm e shtetit Kosovës, po e secilit qytetar, e secilit politikan, e secilit punëtor, grua e burr të vendit ton. Albin Kurti tha se partia ku është kryetar bëri shumë punë duke propozuar amandamente në pakun e ligjeve për FSK në ushtri, kurse Karshi Serbisa i pati një përërsi. Le të mos humbim kohë me ta, sepse koha na nevojitet që Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë Kosovës ta bëjmë ashtu siç e kemi votuar sot. Dita që shënoi historinë e re të Kosovës ishte e veçantë edhe në shumë aspekte. Ndërkohë edhe gazetarët të shumë që përcollën votimin për pak minuta i lejuan vetes të bën pjesë e festës së madhe.